Në një botë të mbërthyer nga dhimbja dhe pasiguria, revolta shpesh mund të jetë një shkëndijë e cila krijon mundësinë për një ndryshim të madh. Ky ishte edhe qëllimi i edicionit të 11 të festivalit Poezi për Fuqi, me temën Një revoltë të heshtur në dritën e poezisë. Qëllimi në këtij organizimi, që të shpreh revoltën për ndryshim përmes fjalës dhe artit, e ritheksoi dhe drejtoresha dhe themeluesja e Artpolis, Zana Hoxhaj. Çdo vit ne ndrojmë persona që interpretojnë poezit janë ndryshe, është energjia, çdo vit e ka nga një nëntemë, dhe kjo është ajo që bën veçantë sonte, por rikthehemi në Menza Rami Sadiku, ku kemi mbajtur para 5 viteve. Shpresojmë që të jetë një mbrëmje e cila do të inspirojë njerëzit që të kënaqen, që të inspirojë më shumë, të kemë më shumë solidaritet, dashuri dhe përkraje. Por mbi të gjitha dhe poezit që janë përgjithëson dhe janë edhe një formë revolte, siç është edhe tema si vjetër. Kjo natë nuk ishte vetëm një mbrëmje poetike, ishte një natë revolte e fuqie, por edhe një shpërthim i shtypjes, ankthit dhe pafuqisë. Ajo që i dha forcën e dur kësaj nate, ishin padyshim poezitë e interpretuara nga të pranishmit, dhimbjen e kishin shkrirë me zvargjesh. Vajza rebele, e di se s'ka lumturi pa mosbindje. Poetë ndryshëm me stilin e tyre të veçantë përdorën poezinë për të transmetuar emocionet më të thella të revoltës dhe dhimbjes. Njëra nga të ftuarat ishte poetja Vlora Ademi, e cila për të shprehur revoltën e saj, për interpretim kishte zgjedhur poezinë Kështu ikin gratë. Poezia Kështu ikin gratë dhe tregon, ndoshta është pak poezi paradoksale kështu, po tregon një fuqi të gruas që gruaja mundet me u largu edhe kur është në kulmin e dashurisë. Dhe kom përzgjedh enkas për këtë rast, sepse Poezi për Fuqi është motoja e këtij festivali dhe prandaj e kom përzgjedh si poezi për me u lexuar sonte këtë. Në mesin e pjesëmarrësve ishte edhe poetja nga Tirana, Rudina Dembacaj, e cila gjithashtu ndau mesazhin e saj përmes poezisë, duke u bashkuar me tematikën e kësaj nate. Unë mendoj që sado ta ngrem zërin, ne nëpërmjet artit dhe nëpërmjet poezisë do arrim të prekim zemrat e shumë zonjave dhe zonjushave që t'i dalin zot vetes, pasi gratë të tjera para nesh kanë luftuar për të drejtat tona. Të veshur me ngjyrën e kuqes si simbol të revoltës, në një ambient të përcjell nga tingujt e bendit Don't Listen to Your Neighbors, të gjithë pjesëmarrësit i dhanë një hung kësaj thirrjeje. Ky udhtim poetik ishte një dëshmi për thirrje për të mos heshtur, për të qëndruar stoik dhe për të besuar se çdo varg mund të jetë një hap drejt ndryshimit që meritojmë.